Egli dhe Gjesti duket se kanë ndarë rrugët dhe po shijojnë të njëjtën aventurë. Në një ngjarje të papritur, Egli u shpreh për ndarjen e saj me Gjestin në dhomën e rrëfimit, duke ndarë ndjenja të thella dhe reflektime mbi marrëdhënien e tyre. Sidoqoftë atmosfera e darkës organizuar për ta dukej se përmbante tensione të dukshme, teksa Gjesti përpiqej të shprehte kërkesën për falje dhe të rregullojë raportin mes tyre. Por Egli i tha qartë se për ta falur e kanë falur, por asnjëherë nuk do të rikthehem me të. Këto fjalë zbulojnë një përkushtim të vendosur nga ana e Eglit që duket se është e vendosur për të ecur përpara pa Gjesti në jetën e saj. Situata e tyre ka të ngjarë të jetë më e zakonshme se çmenduri. Shumë individ kalojnë nëpër situata të ngjashme ku ndarje dhe pajtime po ashtu janë pjesë e procesit të rritjes personale. Egli shprehu se ndarja me Gjestin nuk është as e para dhe as e fundit që ajo kalon, duke theksuar se këto eksperjenca janë të rëndësishme për zhvillimin e tyre si individ. Raportet ndonjëherë janë komplekse dhe ndarjet shpesh lënë pasoja të thella emocionale. Çfarë mund të nxjerrim nga ky rast është se krijimi i hapësirës për vetë-refleksion dhe rritje personale është thelbësore pas një ndarjeje. Egli ka ndier nevojën për të mbrojtur veten dhe për të garantuar që ajo të mos e përsërisë gabimin e kaluar. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.